Do ta nisim këtë javë duke komentuar zhvillimet nga politika dhe aktualiteti, më mirë se me këdo tjetër, me avokatin, mikun e emisionit ton, të shumë dashur për të gjithë ju, Zaçe Islami, avokat, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe teleshikuesve tuaj për respektin që tregojnë ndaj meje dhe për mbështetjen që na japin për ato që themi. Sepse tashmë e kanë mësuar të tërë që unë nuk kam as PD, as PS, kam vetëm Shqipëri. Po, ajo është e para, bipartit. Avokat, do ta nisim me qeverinë. Kryeministri Edi Rama ka hapur disa fronte, së pari sot ndodhet në Izrael. Nuk e dim konkretisht për çfarë dhe çfarë mund të fshihet pas kësaj vizite. Ndërkohë që me Shtetet e Bashkuara duket sikur i rregulloi gjërat me bordin e paqes dhe ndoshta pritet të shkojnë në Shtëpinë e Bardhë për ta firmosur, por ka hapur dhe i front këtej nga Greqia, pasi javën që kaloi kemi pas disa zhvillime dhe lajme andej, pasi një ish deputet deklaroi që kryeministri ka marrë një bursë për studiuar në Harvard si minoritar grek, ndërkohë që një drejtues të këtij fondacioni e kanë mohuar këtë. Por sot një nga mediat greke kishte bërë një artikull gjatë në të cilin theksonte kush është origjina e Edi Ramës e vërteta. Aty citonte edhe një historian, mos gaboj, ku kryeministri kishte bërë një përmbledhje ku fliste jo vetëm për ardhmën nga nëna, babai, pra nga vunojnë durrës, por edhe nga Mirdita, Kolleka, pra që më pas u bën mbiemra e tjera. Duket sikur është shtrirë në shumë drejtime. Tani, do ta fillojmë nga fundi. Okej. Ju e dini të tërë që unë e kam si shejtanin në lë me Edi Ramën. Por nuk i lë grekët që të tallen me Edi Ramën, se aktualisht është kryeministri shqiptar. Dhe unë them atyre grekëve, jo vetëm që e jema e Edi Ramës nuk është greke, nuk është minoritare, por nuk ka minoritet në Bregdetin shqiptar. Nga Çuka deri në Karaburun. Dhe të gjitha ato janë sajesa të tyre, ata qerren në hidhen përpjet, në qiell të shkojnë, nuk na bëjnë dot Bregdetin ton edhe bregasit, himariotët që janë gjithë fshatat e bregut të bëjnë minoritar. Pra, e ezauruam këtë, nuk na shqetëson fare ajo se ato janë kështu, i kanë shakara me Edi Ramën. Pra, me që jemi tek kjo, përpara se të kalojmë tek raportet e tjera me Shëban apo Izraelin të qeverisë, tek kjo është Rama që e nxit këtë avokata për të hequr vëmendjen ndoshta brenda, apo janë grekët që ngacmojnë? Apo janë bashkë, janë marrëveshje të plotë me njëri. Marrëveshje. Po, marrëveshje të plotë. Po, ç'është kjo marrëveshje, se pak ditë më parë reagoi edhe Mitsotakis për atë deklaratën e pasardhësve, jo Aristoteli, Platoni. Po thash pra janë shashka që i hedh Edi Rama për të treguar që unë jam kundër grekëve. Këto gjëra ka bërë dhe Saliu kur dha detin. Janë forma të njohura këto të spionazhit. Jo zotëri jo, Edi Rama është me ta 100%. Po do vinë çik tek vizita e Edi Ramës në Izrael. E kemi thënë, e kanë thënë dhe shumë të tjerë që origjina e Edi Ramës është hebreje. Dhe Edi Rama, ky është version tjetër tani, na ushtua edhe një pjesë tjetër. Jo, këtë kanë thënë gjithmonë, është shiko, atëherë ta fillojmë ndryshe. Vllehet kanë ardhur nga Toledo e Francës, e Spanjës, në 1460-ën. I përzuri mbreti spanjoll dhe erdhën e u vendosën në Vllahi. Pre aty pasaj i mbështeti Sultan Sulejmani dhe u shpërndan në Greqi, në Shqipëri dhe gjithandej nëpër Ballkan. Dhe po këta janë hebrej, nuk janë vlleh, nuk kanë asgjë të përbashkët me Vllahin. Dhe shikoni tiparet e tyre dhe është i zgjidhur problemi. Shikoni fytyrë se që janë. Por Edi Rama është i shikur kokë e këmbë të hebrejt. Edi Rama kërkon me çdo kusht dhe me sa duket, me sa shohim i ka bërë marrëveshjet me ta dhe prit kur të na vinë tani në kuadrin e atij forumit për paqen, të vinë mira hebrej këtu në maskën e refugjatëve palestinez, mirë them, dhe të zënë të pushtojnë Shqipërinë. Ne jemi shitur zotëri.
Avokat, po të vinë hebrej apo të vinë palestinez? Atje s'ke si gjën të kush është hebrej, kush është palestinez, ata do të vinë të tërbashkë. Dhe aty pastaj i lajnë hesapet mirë, ata si që po i lajnë dhe sot e kësaj dite me gazën. Zotri, Edi Rama kërkon me çdo kusht të mbetet në pushtet dhe shet jo aq sa ka shitur, po shet dhe sheshin Skënderbej, mjafton që të jetë vetë kryeministër, sepse Edi Rama e di që po iku nga Karekja do vej në burg. Dhe të tëra këto i bën manovra që të shpëtoj nga burgu. Nuk do shpëtoj nga burgu Edi Rama, sepse po i shkurtohet litari asaj lubis të Ministrisë Infrastrukturës. Por, avokat, përpara se shkem tek Balluku, rreth forta pas ka pasur, avokat, nga Amerika, në Izrael, Turqia, Greqia. Dëgjo, shtetet që duan të marrin pjesë të hyjnë të marrin pjesë të marrë tokë shqiptare, pa tjetër që atje do t'ja afrohen, nuk do vejtë e kunë, s'kam gjëndorë. Pra, nuk është se ka i rrinjë të forta, jo, janë ata që e komandojnë dhe i thonë, do të rishë pushtet, po, hidhu, na e Sazani, na e Patër, na e këtë dhe këtë tëra vaje. Dhe do të japë dhe të tjera, akoma pra që kosa Shqipëria s'ka opozit. Po e theksoj s'ka opozit. E kam thënë, e them dhe do t'a them. Po ku do i qoj avokat që do i marrë, se në një bisedë që kemi për vitin e kaluar, një apistat, më tha që përveç atyre apartamenteve në Tiranë që u fol atyre, ju përmendet edhe pjesën e Myzeqes dhe të vijës bregdetare, që sipas tyre ata synojnë. Është i vjetra i plan hebre, është që më kohë zogut, që mbas shpallës pavarësisë, ishte plan që të vinin të vendoseshin në Lushnjë dhe kryesisht në Divjak. Plani ishte i vjetër. Nuk kanë pasur me këta realizojnë, tani kanë të tëra mundësi, sepse hebrejt Amerikën e kanë me vete. Edi Ramën po e kanë jesmen, se Edi Rama thash u lëpin prapanisën të tërë truajve mjaftojnë që të rinë pushtet. Pra ne jemi të tradhtuar dhe të shitur, jemi të tradhtuar në radhë parë se s'kemi opozit, sepse ashtu quajtura opozit nuk bën gjë tjetër veç se bën xhirë në bulevard. Kaq. Avokat, por përveç ajo që ju tha që Rama është gati të shetë çdo gjë për të mbajtur pushtetin, duket sikur ka dhe një dorë të jashtme që e mban fort, sepse nderimet që i bën parlamenti izraelit ja ka bërë vetëm Trumpit, Joe Bidenit, Merkelit, pra figurave tek 10-që, jo më shumë. Tek kjo futet kryeministri jo. Patjetër se nuk e respektoj dhe nuk e nderoj se është burr i mirë, jo. Po se u ka dhënë ato që i kërkoi. Shqip ka shitur tokën shqiptare, ka shitur interesat shqiptare. Ore, ai do zhdukur fizikisht, po s'ka kush ta zhduki. Ore, është rrezik kombëtar ai. Është rrezik kombëtar. E rënd kjo avokat, por populli ka dhënë 83 mandate. Si ja ka dhënë populli, ato t'i lër ai. Ato nuk i hamne. E di mirë të tërë e dim se si i mori. Halali pas, t'i lumt, e mbështet Amerika. Ka Amerikën o vlla, s'kemi që bëjmë, çfarë do t'i bëjmë? Po, ka Amerikën. Ka Amerikën avokat, po shpresat dhe mendimet tuaja dhe një pjesë e opinionit ishin ndryshe për Amerikën. Përpara se ndodhte kjo e bordit paqes, ndoshta Sazani. Dëgjoj, Amerika i merr kthesat dhe ndërton politikën sipas interesit në momentin. Ka interesa afatgjata, por ndërkohë manovrat i bën sipas interesit të qastit. Sepse ne deri dje besonim. Ore ne e dinim që komunizmi i Shqipëri Amerika e mbajti. Se po të mos donte Amerika që në 61-shin e kishte qëruar. Ata bën përpjekje shumë për ta rrëzuar, por siç thonë edhe dokumentat tani. Asnjë përpjekje. Zotri, nuk ka nevojë të bëjmë komente të gjata. Amerika ka strehuar dhe ka pranuar të gjithë komunistët shqiptar, të komiteteve të partisë rretheve, të komitetit qendror të partisë, ka të gjithë spionët, të gjithë sigurimsat, të gjithë xhelatët që kanë torturuar dhe kanë vrarë sa ka trosur popullin shqiptar, i ka strehuar Amerika. Tani Amerika dhe të na thotë me kë është, me komunistët që ka strehuar, apo me ata mira fatëzës që janë derdhur kampeve të përqendrimit dhe burgjeve të Spaçit, Burrelit,
e tjera. Dhe të na thonë, por nuk na e thonë. Avokat, Kanë interesa. ju besoni me të vërtetë që kryeministri jonë mund të shkojnë në Shtëpinë e Bardhë për të firmosur atë? Jo, nuk do shkoj atje nuk do shkoj, jo, nuk do shkoj. Nuk do shkoj. Edhe ajo që thotë ka dhe gjasme ka dhe në asaj Ivankës, nuk është Ivanka që e do Sazani, zotëri. Është Kushneri që ka mëmën sërbe dhe babën Qifut. Pra janë ata, është lobi Qifut që nëpërmjet po futet njëri nga dera, tjetër nga penxeria, tjetër nga çatia, tjetër nga bodrumi, duan me çdo kusht të futen në Shqipëri. Shqipëria është në ditë të zezë dhe fshati digjet e kurva krihet. Dalin opozitarët, dollën dje bën xhiro në bulevard dhe krerët e opozitës kur e panë që u trash muhabeti, u hipën makinave ikën dhe kushturet i paguajnë ata shkret që dalin dhe kanë idenë se Sali Berisha është metaj dhe do përmbys qeveri. Nuk përmbysë qeveria zotëri me Rama Ike, Nano Ike. Avokat, do vim edhe aty për më lejo të pyese diçka për Sazanin, sepse këta duket sikur e kthyen sigar kush ka tentuar më shumë për ta shitur, për ta dhënë në investim. Berisha tha ishte fillimisht Nano, Meta, edhe ai vetë tha unë tentova t'i jap Berlusconit, pastaj Rama, pra kanë qenë të gjithë një garë, që do të thotë ndoshta në një rus përbashkët atje nuk shikojnë në mënyrë tjetër zhvillimi. Nuk kemi miq. Nuk kemi mbrojtje. Çdo që hiqet si mik joni, në fakt është mik me thik mbas shpine. Jo zotëri. Ai që është mik i vërtet vjen dhe i thotë Edi Ramës qërohu nga pushteti, i thotë dhe Sali Berishës zhduku nga opozita dhe ai mirëpafshim. Dhe mbron Shqipërinë. Ne jemi në ditë hallit, ne jemi të vdekur e të pamuluar. Ne nuk na mbron njeri zotëri. Ndoshta ju avokat kërkoni që Shtetet Bashkuara të bëjnë të njëjtën gjë siç po bëri Kongresi Amerikan për Preshevën, që po bën një ligj atje që po i përgatit një presion të fortë Serbisë. Presheva është në veri të Shqipërisë lindore, zotëri. Sazani është në Breg, është në Vlorë. Unë nga Amerika kërkoj të largoj duart nga Sazani. Unë nga presidenti Amerikan kërkoj që asaj Ivankës, që ka fëmijë me grua sërbe, që të regoj vëndën e që i thotë mos u fut atje. Unë nga Amerika kërkoj që ati që shoqit Ivankës, që thotë ti, zotëri, ti, i biri një hajduti që ka bërë disa vite burg në Amerikë, nuk ke punë në Shqipëri. Këtë kërkoj nga Amerika. Po e bëri mirë, i faleminderit dhe do ta vlerësojmë sa të jemi gjallë. Se bëri, prapë s'kemi që bëjmë. Amerika ka interesa, zotëri, po i dhe atë që do mbaroj filmin. Avokat, po ne mund të jemi edhe të privilegjuar këtu se në Serbi dështoj investimi amerikan, tashmë Shqipëria është, mund ta themi në thojza, Sazani aty e mbrojtur, tokë amerikane. Sazani është tokë shqiptare, zotëri. Ka fjalë investim amerikan që ka dhe mbrojtjen dhe mbrojtjen amerikane, nuk nga prekjeri. Jo, mor zotëri, jo. Ne nuk kemi nevojë të bëj investim amerikan në Sazan që nuk vetëm të punoj njeri. Po do të bëj investime Amerika dhe cili do biznesmeni huaj dhe të vijë të bëj atje ku ne kemi nevojë. Ku ne na krijojnë mundësitë që të mos ikin njerëzit, të mos braktisin vendin edhe të kthehen të punojnë tokat e pronat e tyre. Ne këtë kemi nevojë. Ne kemi nevojë që Amerika të detyrojë hajdutët shqiptarë të kthejnë pronat, të revokojnë ligjin 7501, të kthehet pronarëve të ligjshëm. Ne jemi kthyer muhaxhir në vendin tonë. Për këto kemi nevojë neve, kemi nevojë të vijë banka na djalli sëmës të bëj kështu investim në Sazan që e bën për vetë të saj. Tokën qyle ka. Kush i saj që nuk ndërton, po i dhe tokën. Vetëm një budalla se bën këtë. Berisha tha atje 2 pëllëm plazhe është tas, s'është gjë. Berisha kërkon të heqet non grata. Dhe prap do vetë tek opozitarët që marshojnë atje kot shkoti. Janë me të vërtet të manipuluar në mënyrë më të egër. Ata e dinë që Berisha nuk vjen në pushtet se është non grata, përse vjen mbrapa atij, çka? Pra ju thoni që është kilometri i fundit i Berishës, jo i Ramës. I të dyve.
unë shoh kilometrën e fundit të dyve. Nëse është Amerika ajo që kemi besuar se ajo që ka qenë deri më sot na ka ngopur me luk bosh. Do të thënë shpresa juaj avokat mbetet e ai 90 ditëshi që u tha në fund të vitit, që për 90 ditë do kalojnë filtr të gjitha drejtuesit në Ballkan. Jo, nuk është ajo shpresa ime e fundit. Shpresa ime e fundit është të ngrihet populli të qërojë këtë klasë politike nga pushteti, ta përmbysi këtë klasë politike dhe të marrë fatet e Shqipërisë në dorë. Të ngrihen shqiptarët patriotë, shqiptarët atvetarë, të dalën zot vendit, të organizohen dhe të përmbysin këta plera që kanë uzurpuar pushtetin në Shqipëri. Këtë kërkoj, kjo është shpresa ime e fundit. Po protesta e fundit, avokat, ishte protestë partijake apo kombëtare? Tallën Sali Berisha, tallet, e kuptoj që tallet. Ore, si se kuptoj shqiptarë që ai ishte në ngrata dhe nuk merr pushtet atëherë, pse vjen pas tij se këtë s'kuptoj. Të më thonë, çfarë shpresë kanë? Se do vetë edhe unë me tanë në protestë. Ata besojnë diçka avokat që i shkojnë pas atisit. Budallaj beson dhe kur e gënjen. Po, s'mund ta themi për gjithë ata avokat. Aty ka edhe njerëz si ndoshta me vlera që besojnë që mund. Ata njerëz me vlera të vënë atëti thon Sali Berisha zotëri ik largohu. Merri edhe këtë grupin e kriminalëve hajdutëve që kemi vete, që kanë investime me Tiranën sa të duash, dhe liro vendin. Nuk e bëjnë këtë, s'ka kush ta bëj. Se nuk dalin patriotët e vërtet. Sali Berisha është ai që shkatërroi sindikatat në Shqipëri dhe është i vetmi vend në botë që nuk kemi sindikata. Atëherë çfarë bëjmë? Pse nuk i ka sindikatat? Sepse nuk do Sali Berisha që atë protestën ta drejtojnë sindikatat, se del vetë jashtë loje. Por ka eliminuar sindikatat me qëllim që t'jetë vetë në tavë gjithmonë. Edhe të dalaj unë jam thotë s'ka njëri tjetër. Tani unë nuk mora vesh përse dollën në opozitë, në protestë. Po të rrëzojnë Ramën për Ballukun. Kur do? Të rrëzojnë Ramën pas skandalit Ballukut, ta rrëzojnë Ramën. Për këtë arsye dolën. Edhe Berisha thotë unë kam gabuar, i pranoj gabimet, më besoni për herë të tretë. Pse nuk shkuan ta rrëzojnë Ramën? Po vajtën ata atje. Ai kishte ikur. Ku vajtën? Poshtë zyrës. I than rri, Berisha tha ai kishte frikë dhe iku. Ata protestuan. U pan ato incident. Edhe që nuk vajtën marrë zyrat. Ai është pushteti me dhunë, atë nuk mbahet një pushtet me dhunë. Pra, pushtet me dhunë, unë nuk ta brakot pyetjen. Pushtet me dhunë pa dyshim që nuk merret. Pas me vota i thot nuk e marrin, me dhunë jo, as me vot jo. Pushtet me vota nuk merret. Pushtet me protesta nuk merret dhe tallet Edi Rama sa i do qepi dhe mirë u a bën, nuk ka gjetur kokën në vë kapellën. Vazhdoni bëni gjiro në bulevard, si që bëm disa vite dhe unë bashkë me ta. Po unë më në fundi thash, më ndese, këthe unë brapshu, se po tallin me ty. Dhe mos e bën veten të tallin tjerët. Unë nuk bëja aq poshtë. Kështu që dhe të mbajnë atë kënaqësi që u jep dalja në protestë. Ne do të arëzojmë, i marrë të keqe. Po e them unë, sa të ketë Amerikë, sa të ketë Greqi, sa të ketë Serbi, sa të ketë Izrael, Edi Rama nuk ikën nga pushteti, se u shërben atyre, jo neve. Balluku përko avokat, duket sikur po ja hedh. Patjetër. Nuk dënohet Balluku, më thash. Nuk dënohet Balluku, o zotëri. Kush do ta dënoj? Pa më thënë kush do ta dënoj? Ata që ka vënë Edi Rama, ata gjyqtarë? Po, gjykata kushtetuese, si mendoni që do shpreh? Do ta çojnë në Venecia? Do jap në vendim kështu të ndërmjetëm që do ngjitet çështje pa. Ka Venecia. Ç'është Venecia? Pse Venecia? Venecia e kanë shpikur këta për të mbuluar pyslliqjet e tyre, se e din që aty janë gjithnjë në mbështetje të këtyre, jo të popullit. E zvarrisin që të kalojë afati 3 mujor që kërkoi Spaku për arrestin. Dëgjoj. Spaku unë a thash që kur u vu ky drejtuesi i ri, Spakut. Jo keni thënë që vitin e parë që jeni mosbesues ndaj tij, avokat. Por patjetër se është komunist. Është nga një familje komuniste. Është njeri delirant që vajti edhe shpiku një nen që se ka kodi penal shqiptar, nenin falsifikim
intelektual, vetëm ky Brahua na e bëri, as një tjetër. Edhe u dënua qytetari i asaj Komisionit Apelimit, u dënua me këtë fjalë të Klodian Brau, si e ka ai. Falsifikim intelektual. Ja, kjo ka ndodhur. Pra, prisni ju nga Brahua që të rëzoi Edi Ramën e të rëzoi Balluken, harrojeni. Nuk e gjën gjë as Balluken, por jo, dhe Balluke ka krahët e forta. Pik, sepse duan Ramën që shpëtojnë Balluken, sepse e din që se në funfuni po dole të flasë Balluke, Rama është i mbaruar. Dhe ata me një gurë brasën dy zojtë, mbrojnë Ramën, kanë mbrojtur dhe Balluken. Ambasada Amerikane pak ditë më parë, avokat, një aktivitet tha që kanë ardhur nga FBI-a këtu për zbërthyer telefonat. Ndërkohë edhe sa marinca amerikan po ashtu në një tjetër postim kishin ardhur te nga Ministria e Mbrojtjes ata. Pra sigur po porton gjërat. Base kanë ardhur marrë në një lek se asaj s'ka që bëj. Përse kanë ardhur. Dhe cili ishte aktivitet, ajo veprimi tyre konkretisht, çfarë po bëjnë. Spaku nuk u bindet, ata e paguajnë dhe Spaku nuk u bindet. Unë kam thënë, Spaku pra që kohë sa do ketë gjyqtar dhe prokuror dhe etus të emëruar nga Parlamenti Shqiptar, nuk do t'i godas krimin dhe korupcionin në Shqipëri. Ka mbaruar ajo punë dhe po dalin ditë për ditë fjalët e mia që u kam thënë juve, që i them prapë dhe tani. Nuk godet Spaku, nuk mund të godasi, se nuk do ngrihet këmat bjerë kokës. Avokat, mori Berisha një fitore të vogël me faktin që u zbulua që gjyqtarja Irena Gjoka ka qenë dënuar në Greqi. E që fitore është? E bëm pis procesin e ndaj tij. Po ju duhet të dini që gjysma e atyre që ka kaluar vettingu janë të përlyer. Duke filluar që nga ish kryetarja ajo që quhen atë kryetarin e vettingut, atë më të korruptuar në të korruptuarve. Bunga. Me korruptuar ishte ajo. Pastaj çfarë kërkoni ju kur Linda Balluku është ministre e motra është është gjyqtare në vetting. Ne ka që jemi avokat shqiptar, dikush atje, dikush të mund dalin dhe një orë kushuri krushim me njëri tjetrin. Po, bire theti, po pse nuk morën mua atje të vettingu, po morën ata? Ta më thuaj. Pse nuk marrin avokat që ka mirë, avokat që janë të shkëlqyer, por që nuk i duan se nuk janë të partisë. Ore, pushtetin dhe atë drejtësinë dhe çdo gjë në Shqipëri e kanë marrë komunistët në dorë, kanë vënë njerëz të tyre. Hani Shqip. Me Sali Berishën në krye. Me Sali Berishën në krye, po e theksoj. Pa dhe të më thonë mua jemi Edi Ramën ti. Avokat, kam dhe diçka të fundit se nuk po kuptoj pse do ta mbyllim me Sazanin. Mediat greke, pasardhjes i Ivankës këtu, kanë pas shkrime të shumta. Sazani, tek Trumpi, Dhëndri, vajza, pse shqetësohen ata avokat? Ose pse japin vëmendje? Dëgjoj, ata japin vëmendje sepse kanë probleme të mëdha të tyre. Një, e dyta, ata bëjnë sikur po e luftojnë Edi Ramën sepse pritet që të shkojë çështja e detit në Hag. Dhe kuptohet që në Hag ata kanë të fituar dava. Sikundër e fituan dhe në 45, në 44, 46 kur hodhen në anijet angleze në erë, hodhen vetë anglezët dhe ngarkuan Shqipërinë me fajtë e paguan Flori sa desh në anglezët. Pra, grekët janë mjeshtra për të futur si kali trojës në politikën shqiptare. Dhe ata janë futur këtu në Shqipëri, komandojnë grekët. Në qoftë se qeveria shqiptare nuk largon minoritarët grek nga drejtimi i Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë, mos prisni miqësi dhe drejtësi dhe zgjidhje të problemeve kombëtare. Greqia i ka njerëz të saj aty. Avokat, të falenderoj shumë. Gjithë të mirat, të përshëndes dhe unë, mirupafshim.